mund ta drejtosh Bashkinë e Tiranës? Po gjua avokat që përdori Velia e aty, përtej asaj juridike, ajo politike, ndikoj? Po për mendimin tem, edhe aty në ato garmat e funit, donte që ti të bante karshirek. Se kujtojnë ata që me ban karshirek ati të mallit, ati që ka ndorë gjithçka. Sot ne kemi çdo shqiptar e din shumë mirë që çdo gjë në dorë ka Edi Rama. Qoftë policin, qoftë prokurorin, qoftë gjykatat, qoftë çfarë dush e ka ndorë. Lodhen këtë tjerë që thonë që jo, ka është ligji, nuk ekziston ligj përveç asaj që flet Edi Rama. Ndërkohë që edhe opozitën me atë vrrullin që mori tani me Florian Binaj, ja preu. Po, janë një gjë, në qoftë se ka pra regjisor, kush më të mirë, as Hollywoodi nuk e ka, se e ka Edi Rama. E hengri dhe presidenti në këtë rast, që ran brenda. Presidenti ishte kukull se ja kanë hedhë gjitha kompetencat dhe çdo gjë ajo kot formalisht, vetëm që ai algoritëm kur punon roje natë në një spital, presidenti i Republikës, çfarë do presin prej tij? Avokat, a ka shansi që të bësh këto veprime të shkonte Spaku deri në nivel zëvendës kryeministri në detyrë, ndryshe nga Metaj, pa ditur gjë amerikanët? Jo, pak e rëndësishme është amerikanë se ne shqiptarët themi që ai huji edhe me shohim me sy tjetër. Ata janë më të poshtër se sa këta tjerë tonë. Për çdo i huj që vjen në Shqipëri, pra si që ishte ambasadori amerikane, si që ishte ajo Këshillit të Evropës, që erdhën gjele krejt, si me kenë gabele rrugash, dhe kur shkun me nga i vil 1 milion euroshe, shkun të veshën e të mafun, u pastrun kura ftyrë se gjitha. Pra, ne respektojmë të huajin dhe jetonin. Dhe kjo është gabimi i shqiptarëve. Askush tjetër në botë nuk e ban këtë respekt kuj përveç shqiptarët. Për ta mbyllur me Velien, pra fati e tij, avokat, ju thoni që tani ju ngul akoma më shumë thika dhe vështirë sa ti kanë det. Tani është e padiskutueshme dënimi i tij maksimal, jo minimal. Po ta them unë shqip dhe mua një mend dhe dënimi i tij është i pashmangshëm. Nëse ai nuk do u krute, si thonë shqip, me këto situata, ai edhe mund ta anashkalonte edhe për 3-4 vjet që mos tjetë në politikë, tani përveç dënimit do marrë dënime alternative të tjera, të cilët nuk e lënë do të hyjnë në politikë. Ndërkohë që Bashkinë do vazhdoj ta drejtoj Rama, në qoftë se do vendoste ndryshe gjykata kushtetuese, Rama pra nuk e kishte mundësinë që ta drejtonte Bashkinë me njerëzit e tij, por do zgjidhte një person tjetër i cili do kishte edhe ai ato mosmirënjohjen e vet siç e kishte edhe Velia. Po të marrim një skenar, Ogerta Manasiliu mund komandohet nga Rama, ka ndonjë formë, në një mënyrë? Çfarë do të banë ai? E ka ligji, nuk e ka Rama. Rama vendos që don ai që ta ketë të besueshëm. Kaq. Avokat, nuk mund linja pa ju pyesja edhe për dosjen Balluku. Ka shumë gjëra aty brenda, flitet për kërcënime, këtë i mori motrën avokatën, ndoshta për mos dalë to sekretet hetimore. Nuk e di, ka shumë gjëra aty. Ju si mendoni? Unë them që deri tani, se çfarë ndodh është tjetër gjë. Me këto prova, Ballukut s'kan çfarë t'i bëjnë, as Spaku, as kërkush në botë, përveç Zotit. Por, në qoftë se do ketë gjëra të tjera të cilat po mundohen t'i grumullojnë, po mundohen që gjithmonë lufta politike që bëhet gjithmonë e mërshme, mundohet me, si me kanë t'ju lujt shah, pra jep mretneshin, jep